Kom pas deri 300 kg mjalt, 30 euro kilën e mjaltës e kom shit. Kom shku në Zvicër, kom pa që ja vlen më marrë edhe në Kosovë me një lloj agroturizmi. Kom jetu një herë në Kosovë, kom vepru në sektorin e ndërtimtarisë. Kam pak sektori lodhshëm edhe më ka dok që sektori më i qetë shpirtnisht më ka dok sektori i agroturizmit edhe bujqësisë. Masanej kom shku në Zvicër, kom nejt një 3 vite në Zvicër, e kom pa që përmes prodhimit, përmes punëve që bëhen atje, kom pa që ja vlen më marrë edhe në Kosovë me një lloj agroturizmi me sektorin e bujqësisë, edhe ja kom nisë më marrë këto në Kosovë prej vitit 2019.